Sante kemi hyrë në 10 netshin e fundit të muajit shejt Ramazanit. Domethënë prej sante kemi 10 net që janë netet më me rëndësi në fen islame, 10 netet më me rëndësi të vitit janë 10 netet në muajin e shejt Ramazanit. Edhe ju kisha lutur të gjithë juve, të gjithë neve, që këto 10 net qofse deri tash nuk kemi bërë mjaft në Ramazan, përqëndrohemi në këto 10 netet e Ramazanit. Çka dua të them me këtë? Që këto 10 net mos na mungojnë as njëra prej tyre që t'i falim taravit. Se siç ju kam thënë, kur njeriu i fal taravit me imam, i konsiderohet atij sikur ka falur tërë natën namaz nate, edhe pse ai është duke fjetur. Është më rëndësi se në këto 10 netet e Ramazanit është një natë që Zoti e ka bekuar Muhammedin a.s. edhe ummetin e tij, neve, që është një natë që konsiderohet është më me vlerë se sa 1000 muaj. Edhe ajo natë është në këto 10 netet e muajit shejt Ramazanit. I lumi ai i cili e zen këtë natë. Se këtë natë, qofse njeriu natë jep sadaka, $5, $1, $2, natë ai e fal taravit me imam, natë ai bën dua, natë ai e ndihmon diken, i konsiderohet atij sikur e ka bërë atë punë për 1000 muaj. Qofse dini matematikën, sa do me tha 1000 muaj, sikur njeriu t'jeton 84 vjet. Imagjino, për një natë i jep $5, ty të njihet sikur i ke jep për 84 vjet, çdo ditë ke jep ka $5. Kjo është një dhunti që Allahu na ka jep neve si ummet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Është mirë që në këto 10 netet e fundit të Ramazanit njeriu t'i kushtoj edhe kur shkon në shtëpi, edhe kur zgjohesh për syfyr. Apo syfyri është në ora 5:30, 5 ora, zgjohu 10 minuta më herët. Edhe fali 2 recate. Fali 2 recate. Edhe lutë Zotit krejt ato brenga që ju i keni, që ne i kemi, krejt ato probleme që i kemi familjare, kem problem me fëmijë, kem problem me vlla, me motër, kem problem financiarisht me para, kem problem me shëndet, çfarë do problemi që e kemi, zgjohemi natën, t'i falim 2 recate, 2, 4, 6, 8, sado që keni mundësi dhe keni kohë. Po ato 8 recate që i falni namaz nate, ose 2 recate, mos u ngutni, se nuk është vetëm se po i fali ato. Namazi natës është kur njeriu takes his time, ose her time. I fal 2 recate, edhe në ato 2 recate krejt çka din nga Kurani, për shembull e reciton El Fatiha, edhe i din 3 sure, 3 recitojnë do të në recatin e parë. Edhe në recatin e 2, 3 prap recitoj. Edhe kur shkon në ruku, take your time. Kur shkon sejdë, a din sejdë? Na thojmë Subhana Rabbiyal A'la 3 hera, po? Pas asaj, ti nuk ka nevojë më ngrit. Edhe krejt ato doa që i përmenda unë, ato probleme, ato mund ato doa ta bësh edhe në sejdë. Pejgamberi alayhis salam kur nganjëherë rrinte në sejdë, aq gjatë, sa që gruaja e tij thonte, unë nuk disha se pejgamberi a ka problem apo me të vërtetë është namaz. Se ai e lutte Zotin sejdë. A dini pse? Njeriu më së afërmi Zotit të tij, më së afërmi kur jemi ndaj Allahut, është kur jemi në sejdë. Lutë Allahun në gjuhën shqipe. Lutë Allahun çfarë gjuhë që ty të vjen më lehtë. Nuk duhet me qenë doaja në arabisht. Kjo është një gabim i madh. Doaja nuk duhet me qenë në arabisht kur ti nuk e kupton atë. Doaja duhet të jenë nga zemra, që ne e kuptojmë atë. O Allah, mi mbroj fëmijët e mi nga çdo e keq. O Allah, këtë djalë e kam rrugën e gabuar. O Allah, qysh me ke drejtuar mund drejtoj edhe djalin tim, vajzën time.
që t'jetë doaja nga zemra. E posaçërisht ti je në sejdë, nën 1, nën 2 ti je në Ramazan, nën 3 ti je bab ose nën i atij fëmije. Domethënë krejt këto janë tekst që çdo doa që e bëjmë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë çdo doa që prindi e bën ndaj vladit i pranohet tek Zoti. Pra këto net të fundit Ramazanit, vëllezër të nderuar, është mirë që taravit, siç thash, t'i falim gjithherë në xhami me imam deri në fund, nën 2 kur shkojmë në shtëpi, nëse kemi kohë në gjysmë natës ose ngritemi para syfyrit, i falim 2 recate, 4 recate, sado që ke mundësia, kupton? Edhe mas atij namazi, ti e lut Allahun, e bën listën e duave këto 10 net të fundit. Krejt ato problemet, krejt ato telashet, krejt ato që don mu lut, tash është koha me lut Allahun subhanahu wa taala. Nën 3, nëse ke mundësi jo natën ose ditën, për shembull lexon pak Kur'an. Ju e dini që për shembull një faqe Kur'an e lexon shqip ose anglisht, më mirë është jetë në arabisht, apo në çdo natë. Nëse është natë edhe njëra prej netëve është nata e Kadrit, ty të njihet sikur ke lexu atë faqe Kur'an për 84 vjet çdo natë. Ju e dini që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë një shkronjë të Kur'anit kush e lexon, i ka mbi 10 sevape. Një shkronjë, një lere. Edhe gjithashtu, çka është mirë, qofse sadaka s'keni jep deri tash, për çfarë do arsye, këto 10 netet e fundit mos ju kalojnë një natë pa jep një sadaka të vogël. Sa jep një është ndërmjet juve dhe Allahu subhanahu wa taala. Por çka $5, $10, se njëra prej netëve është nata e Kadrit, njihet sikur ti ke jep çdo natë $10 për 84 vjet. Shumica prej neve sa jetojmë? Ka rrallë prej atyre që arrin 84 vjet. A është ashtu? Shumica, Zoti na ruaj, vdesin shumë më të ri. Apo për atë vëllezër të nderuar, një Ramazan, a din sa ka dallim në jetën e muslimanit ai i cili e zen një Ramazan më shumë? Për atë na çka themi? Një Ramazan është punë e madhe, se natë Ramazan është kjo natë që është sa 84 vjet. E paramendo ti 84 vjet ke fal namaz natë, 84 vjet njihet sikur ke fal taravih, 84 vjet njihet sikur ke jep sadaka. Domethënë sikur e ke jetu një jetë ekstra vetëm që ke bërë mirë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Domethënë xheneti është shumë i lehtë me fitu nëse na e dojmë atë. Nëse na kemi dëshirë. Kërkush nuk mundet me thënë që është vështirë me shku në xhenet përveç se ata të cilët nuk dojnë. Unë ju tregoj sot, i kam parë me sytë e mi disa djemë tri. Djemë tonë, shqiptarë, wallahi, me sytë e mi punonin punë fizike. A di punë fizike sot ishte 30 gradë sa ishte. Edhe ishin agjeru shumë deri në atë mas, sa që shkonin, i lanin sy çdo 5 minuta, e shpërlanin gojen, mirë po agjerimin nuk e prishnin. Një njeri i cili e bën një punë tillë, ai me të vërtet ka iman, ka besim, edhe ajo është sevap i madh. Çka ka thënë Allahu? Për Ramazanin vetëm unë e jap shpërblimin, kërkush tjetër s'mundet. Se kërkush s'mund ta di kush agjeron, kush nuk agjeron. E posaçërisht ata që kanë punë fizike, ata që me të vërtet lodhen, edhe prapë nuk e prishin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Krahaso atë me një njeri i cili punon zyre ose e ka klimën, e ka edhe nuk ka arsye të mos agjeroj. Domethënë kjo secili prej neve vendos se ku do të shkoj. Secili prej neve vendos se sa sevape do të merr vëllezër të nderuar. Pra, këto gjëra, njëra prej gjërave që unë i thom vetvetes edhe juve gjatë këtyre 10 netëve është edhe me ba dhikr. Apo e këto tespit që i keni në dorë, gjatë ditës, gjatë natës, këtu i kryni teravit duke këthy në shtëpi, thuj subhanallah, thuj elhamdulillah, thuj Allahu akbar, thuj astaghfirullah. Njëra prej gjërave më të mira është kur njeriu thot astaghfirullah, o Allah më fal mua. Pejgamberi sallallahu ka thënë, qofse doni Allahu më ju përgjigj çdo lutje,
Qofse doni Allah mja plotësu çdo doa, atëherë bëni sa ma shumë istighfar. Sa ma shumë thuni astaghfirullah. Kjo është një recipe, një recetë e cila vjen direkt prej Allahut, prej pejgamberit alayhis salatu selam. Këto ju them edhe unë juve që është vërtetuar. Qofse ke një problem me djalë, qofse ke një problem me nuse, qofse ke problem shëndetësor, qofse ke problem me atëherë çka duhet? Vetëm sa ma shumë bën istighfar. Thuaj astaghfirullah ditë e natë. Wallahi, Allah i komi të hap të gjitha dyert. Allah i komi të largu të gjitha problemet që e ke në jetën tënde. Vetëm astaghfirullah. A është vështirë me thonë astaghfirullah? Nuk është vështirë, vëllezër të nderuar. Edhe gjithashtu me mbajt mend ata të cilët janë, do të thotë, kanë nevojë për ndihmën tonë. Me i përkujtu vëllezërit motrat tona, në vendet tona, ke vlla, ke motër, ke nip, ke mbes, ke daj, çka do që ke atje, tash është mirë njeriu me jap sa më shumë me dorën e tij. Edhe mos harroni që fitrat me jap gjatë këtyre netëve para faljes Bajramit, zeqatin qofse doni me jap, tash është koha me jap zeqatin, edhe gjithashtu sa më shumë me jap. Ju e dini tash çka po ndodh, vëllezër të nderuar, tërë të mirat i kemi këtu atje në Palestinë, e ke pa çdo ditë, tash në Syfyr sot ose dje sa veta u mbytën, mbi 500 veta të cilët ishin agjëru shumë. Subhanallah. Domethënë ne tërë të mirat i kemi këtu edhe prap ankohemi. A nuk frigohemi prej Allahut, a nuk kemi turp prej Allahut, me thënë po ankohem për diçka të vogël. Kur njerëzit e tjerë po mbyten, kur njerëzit e tjerë s'kan çka me hangër, kur njerëzit e tjerë s'kan çka me pi. Ju e dini që ka prej vëllezërve dhe motrave tona musliman të cilët nuk kanë edhe çka me hangër Syfyr, nuk kanë edhe me çka me prish agjerimin për iftar. Pra edhe këto të mira që Allahu na ka jep, ne do të japim përgjegjësi para Allahut ditën e gjykimit. Kur Allah thotë ti kam jep tërë të mirat edhe ti je ankuar. Këto të mira që ti kam jap ty, kisha mujt me ja jap dikujt tjetër. Po Allah na ka jep neve që Allah na teston neve se sa jemi falëndërues ndaj tij. Pra këta 10 netet e fundit, vëllezër të nderuar, bane mend që të shfrytëzojmë sa më shumë me qëllim që të arrijmë natën e Kadrit, siç ka thënë Allah në Kur'an, khairun min alfi shahr. Është më e mirë se sa 1000 muaj, më shumë se 1000 muaj. Këtë natë nuk e ka pas asnjë ummet, asnjë pejgamber para neve. Kjo natë është dhuratë vetëm për pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam edhe për ummetin e tij. Kërkush se ka pas këtë dhuratë përveç neve. E joni është çka? Që njëra prej këtyre 10 netëve është nata e Kadrit. Cila është nuk është me rëndësi. Ne për 10 net e bëjmë të njëjtën punë. Njëjtën sadakat, njëjtën Kur'an, njëjtën namaz, gjithat njëjta. Ne e dim që njëra prej këtyre netëve është nata e Kadrit, edhe lutë Allahun që na bëj për atyre që ta zëjmë natën e Kadrit, ja Rabbel Alamin, edhe të na pranoj çdo lutje, çdo namaz, çdo dua që kemi bërë këtë Ramazan, dhe ta bëj këtë Ramazan sebeb dhe shkaktar që të gjithë neve të shkojmë në xhennet, ja Rabbel Alamin.